الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimi dhe madhrimi i takon Zotit të botrave, mëshiruesit, mëshirbërësit e sunduesit të ditës së gjykimit. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa, mbi shokët, mbi familjen edhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e drejtë deri në përfundimin e kësaj bote. Të nderuar vëllezër, më lejoni fillimisht që përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, pra me selam, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja dhe mëshira Allahut xhelle shanuhu qoftë mbi të gjithë ju. Ne do të ndërlidhena me temën e dersit të kaluar, ku munduam të folim mbi vlerën e dashurisë së Islamit, se si besimtari duhet të ketë preokupim kryesor Islami dhe fenë e Allahut xhelle shanuhu. Se si duhet t'i rahe zemra besimtarit për fenë më të vlefshme, më të pranuar mbi rruzullin toksor, për fenë që është e vetmja e pranuar tek Zoti xhelle shanuhu, pra për Islamin. Zoti i madhruar në Kur'anin famëlar thot: Inna dina inda Allahi l-Islam, vërtet e vetmja fe e pranuar tek Allahu është Islam. Pra ne muslimanët e kemi këtë ndjenjë se kemi një fe madhështore, një fe me të cilën Allahu xhelle shanuhu e ndriçoi besimtarin, muslimanin edhe njeriu në përgjithësi, edhe prandaj kur njeriu e di se ka një gjë të çmuar në jetë, kur njeriu është i vetëdijshëm se ka një gjë madhore që e bartën në zemrën, në shpirtin e tij, çdo njeri mundohet që ta përhapje këtë gjë të mirë tek tjerët, për arsye se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk është besimtar me plot kuptimin e fjalës musliman ose besimtar nëse atë që e dën për viti nuk ja dëshiron edhe tjetrit. Pra ka gjë më të vlefshme të nderuar vëllezër se sa të jesh musliman, ta praktikosh Islamin në praktikë dhe këtë gjë t'u përhapish edhe tjerëve. Jo rastësisht Allahu xhelle shanuhu thot: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." A ka fjalë më të ëmbël, më të mirë, më të bukur se sa fjala e atij njeriu që i thirrën tjerët, se sa fjala e atij që bën davet në fenë e Zotit xhelle shanuhu, se sa fjala e atij që i thirrën njerëzit të praktikojnë fenë e Allahut xhelle shanuhu. Wa amila salihan, dhe pasi që thot këtë fjalë që njerëzit të praktikojnë Islamin, të jenë musliman, në plot kuptimin e fjalës musliman, ai edhe vepron punë të mira, mundohet në çdo vepër, në çdo pjesë të jetës së tij, të veproja punë të mira, për arsye se nuk do të ketë vlerë fjala, ose fjala mund të ketë pak vlerë nëse njeriu këtë fjalë nuk e pason me vepra të mira dhe me amel salih. Wa qala innani min al-muslimin, dhe thot se jam unë besimtar ose i takoj fesë Islam. Me fjalë tjera, dhe thot se unë i nënshtrohem Allahu xhelle shanuhu, çdo gjë që Allahu i madhruar e kërkon nga ne, ne i nënshtrohemi fesë madhështore të Allahut xhelle shanuhu. Pra ta dim, kemi të sigurt se fjalë më të vlefshme, më të mirë, mbi rruzullin toksor, nuk mund të gjejnë përveç se fjalët e atij njeriu që mundohet që fenë e Allahut xhelle shanuhu ta përhapje edhe tek tjerët. Prandaj të nderuar vëllezër, në sajet e kësaj, Nafi' bin Uqbe, i cili e çliroi Afrikën veriore, ai u ndal para detit Atlantik, duke thënë: Pasha Allahun, si kur të di o det se
mbas teje ka njerëz të cilët nuk e adhurojnë Zotin xhaleshanuhu dhe nuk dinë për Islamin, a nuk kanë njohuri mbi fenë e Zotit, mbi fenë madhështore, mbi fenë e Allahut xhaleshanuhu, mbi fenë më të dashur që është mbi rruzullin toksor. Wallahi do të kisha kaluar në mes teje me qëllim që t'ua përhapi, t'ua tregoj fenë madhështore të Allahut xhaleshanuhu edhe atyre njerëzve që janë pas teje. Subhanallah. Njeri ka një preokupim madhështor, njeri që e dëshiron që çdo njeri të përjetojë lumturinë dhe kënaqësinë. Të nderuar vëllezër, çdo njeri në këtë dunjë mundohet të jetë i lumtur, të jetë krenar, vallahi, ma krenar se sa të jesh besimtar dhe këtë fe madhështore po përhapish tjerëve nuk ka. Krenaria më e madhe e një besimtari nuk mund të jetë me pasuri, as nuk mund të jetë me shtëpi, as nuk mund të jetë me saltanat dhe gjëra tjera, edhe pse këto janë gjëra pozitive që kërkon një besimtar, kërkon Allahu nga besimtarët që të jenë të pasur dhe punëtorë. Por madhështia më e madhe e një besimtari është kur ai mundohet të praktikojë Islamin dhe mundohet këtë Islam t'ua sqaroje, t'ua predikoje edhe tjerë, duke filluar prej ka antari më i vogël i familjes. Edhe kështu me radhë. Ato zemra që janë mbushur vetëm me kënaqësi trupore dhe nuk dinë se çfarë është kënaqësia shpirtërore, vërtet janë të pavlefshme tek Allahu xhaleshanuhu. Allahu në shumë ajete kuranore të nderuar vëllezër u drejtohet njerëzve të cilët kanë zemra të ngurta, zemra të cilët vetëm shohën në atë prizmën e aspektit material. Allahu xhaleshanuhu thotë fewailun, njëra të zemra të cilët qëndrojnë në trupat atyre njerëzve. Zemra e cila nuk rreh që të praktikojë Islam, zemra që nuk ka ndjenjë që fëmiu im, vllau im, motra ime, nëna ime, a e ka falë sabahin sot ose jo. Kjo zemër nuk rreh si duhet. Kjo zemër duhet të shkojë në doktor, por jo se nuk qarkullon gjaku mirë në zemrën e tij, por kjo zemër nuk krijon funksionin madhështor që Allahu xhaleshanuhu ja ka dhënë, e ajo është ela fi jasadi mudghatun idha saluha al-jasadu kulluhu ela wa hiya al-qalb. Thotë në trupin e njeriu ka një organ, nëse kjo organ është në rregull, atëherë komplet trupi do të jetë në rregull. Pra nëse kjo organ është me ndjenjën që e don Zotin dhe mundohet për Islamin, atëherë kjo organ, ky trup është në rregull për arsye se në këtë trup ka një organ e ajo është e zemra, e kjo zemër zërë mundohet se si ta praktikojë Islamin dhe se si këtë ndjenjën dhe Islamin tua përhapje, tua tregoje dhe tjerë. Një dietar thotë, o musliman, nëse ju do të punoni për Islamin me ndjenjën më të dobët se sa ndjenja e një babai që e sheh fëmijën e vet në agoninë e vdekjes, atëherë për ju nuk ka hajër. Gjallë tjera, nuk mund Islami të jetë fe universale dhe madhështore. Nëse ndjenja ite ndaj Islamit është më e vogël se sa ndjenja e një babe kur e sheh fëmijën e vet në momentin e dhënies shpirtit dhe në momentin që përfundon ose e dorëzon shpirtin dhe shkon në botën tjetër. Nëse ndjenja e një muslimanit është më e vogël se sa ndjenja e një babe ndaj fëmijës të vet në momentin e vdekjes, atëherë për jush ose për ne si musliman nuk ka hajër. Në shumë ajete kuranore të nderuar besimtar, Allahu xhaleshanuhu thotë, nëse besimtari nuk e dën më shumë fenë se sa baba, nana, familja dhe kështu me radhë, Allahu do ta ndrojë këtë popull dhe do të bjerë një popull tjetër i cili do të mundohet të bëjë përpjekje që të përhapet Islami dhe të praktikohet Islami.
A çdo njëri prej nesh, në momentin e parë që e shef fëmijën se është i smur, në automatizëm një pikë në zemrën e tij i bie. Për arsye se antari i familjes, në veçantë fëmiu, është i smur. Por nëse e shef fëmijën duke e dorëzuar shpirtin ka Allahu xhaleshanu, si mund të jetë ndjenja e një babës? I kuptojmë ndjenjat e baballarëve të cilët në këtë moment, ose këta momenti kanë përjetuar, duke i dhënë shpirt fëmiu i tij. Por ki dietar islam thotë, muslimani vërtet, njeriu i cili vërtet ja ka dhënë hakun kësaj feje, është ai njeri i cili ka ndjenjën të madhe për islamin se sa ndjenja për jetimi i një babe që e sheh fëmijën në momentin e vdekjes së tij. Sa prej nesh e kemi këtë ndjenjë shumë pak, mos sa mas pak. Nëse e sheh antarin e familjes që nuk ka falë, a vetë ka falë të punë e madhe, i kam thënë një rohoq. Nëse e sheh bashkëshortën e vetë se krijen punë që vërtet janë kundërshtim me islamin, të hoxho njëherë i kam thënë dhe nuk kam mundësi të bëj gjë. Nëse e sheh baba se vajza e tij ose djali i tij shkon në rrugë të ndaluar, vepron vepra të këqija, dio vëlla, nuk ke arsye vallahi me gjithë mund. Po duhet mundohen a maksimumin që vërtet fëmijët tonë, familjen tonë dhe ne të drejtohemi nga rruga e drejtë, duke rastësisht fjalën që e lexojmë ihdinas siratal mustaqim, o Zot na përforco në rrugën e drejtë, por mos harrojmë Allahu xhaleshanu lutjet tona i pranon kur vërtet lutjet janë në përputhshmëri me fjalët e Allahu xhaleshanu. Lutje dhe masandej mundohesh dhe bën përpjekje maksimale që ti dhe familja ime të jetë në rrugën e drejtë. Kur qifutët pushtuan Palestinën dhe e morën xhaminë e Aksas, thanë një fjalë që vërtet duhet të mbahet mend musliman. Duhet të mbajmë mend këtë fjalë, sa është fjalë që në realitet e tregon gjendjen tonë. Kur e pushtuan qifutët jahudit Palestinën dhe xhaminë e Aksas, Mesjidul Aksa, thanë një fjalë. Ajo fjalë është këndonin duke thënë Muhamedi ka vdekur dhe pas tij ka lënë vetëm gra, burra me sipërfaqe në Palestinë nuk ka. Burra ka pasur, por burrat janë shndruar me ndjenjën e grave. Burrat dhe gratë në atë vend nuk kanë pasur dallim, për arsye se ndjenja e tyre e brendshme ka qenë fikët dhe e vdekur. Dhe rallë kur sheh Islami me një vend se nuk përfillet, nuk praktikohet, dhe në veçanti në një shtëpi, ta dim se në atë shtëpi ka vetëm gra, jo burr. Po hoxha efendi s'kemi çfarë bëjmë. E vërtetët, me një testin komplet, jo se unë jam më i mirë se ju, por i qajmë hallet dhe mundohen e si ti ndjallin ndjenjat që vërtet Islami të jetë shqetësimi kryesor në familjen tonë. Nëse e sheh fëmijën tonë se ka humbur 100 euro, gjithë ditën do mundohesh ta bësh të kërkosh llogari për ti se ku i hupe, pse i hupe, pse nuk i rujt të mirë. Haron ose harojmë se fëmiu im angritur sabah, edhe sabahun, edhe drekën, edhe i qindin, edhe akshamin dhe jasin, se ka përfillur këtë urdhër të Allahu xhaleshanu. Bile ndodh ndonjëherë që është i ashpër dhe i vrasë dhe Islam. Ne e slarëm fjalë. A e dim se të falish një sabah, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, të falish sunetet e sabahit, jo farzët, që farzi ka shumë më tepër vlerë, është më e vlefshme ka Allahu xhaleshanu se sa komplet dunjaja dhe të mirat e dunjas. Sa ishte vlefshme suneti i sabahit, mos folim për farzin, sa komplet dunjaja dhe të mirat që i ka këtë dunja, me pallate, me para dhe kështu me radhë, ndërsa këtë të mirë, fëmiu im, ne ndonjëherë ndodhen, e anashkalojmë ti obligimi dhe pes pare nuk ka, as pak nuk nga dhe në zemra. Ku është ndjenje Islam, ku është ndjenje e Zotit, ku është ndjenje
e të mirës që ekziston në mesin tonë, pra që është e feja madhështore, pra kjo fe që Allahu xhaleshanhu e dalloi këtë ummet nga ummetet tjera, ose nga popullit tjerë. Të nderuar vëllezër, është një fjalë që meriton ta keni parasysh çdo herë. Berra ibn Malik është një ushtar prej ushtarëve të muslimanëve, që ky ushtar në momentin e parë që, ose kjo ushtri në momentin e parë që u ndeshën, u ballafaquan me Musejleme mashtruesin, ky njeri pretendonte se është pejgamber nga Zoti xhaleshanhu. Dhe në momentet e para, ushtria muslimane u mund e humbën luftën, dhe Berrai fliti me zënë të lartë. Ta sahafisi i keq, ishte njeri që kishte memorizuar Kuranin përmendsh. Ta sahafis i keq do të ishte Berrai ibn Maliki, nëse humbej beteja e Jemamës. Pra kjo betejë që muslimanët e zhvillonin përballë Musejleme Kedhabit, Musejleme mashtruesit, që ki pretendonte se është pejgamber i dërguar nga Zoti i madhruar, atë ki përgjithësinë komplet e merr mbi vete, duke thënë se unë të jem në advent dhe Islami të humbet, atë do të isha shumë hafiz i keq, shumë hoxha i keq. Dhe me këtë ndjenjë të nderuar vëllezër, përderisa kjo ndjenjë, ky aspekt të dashurisë ndaj Islamit, përhapet e këtë tjerët, ushtria muslimane më vonë e fitoi. Po, ndodh ndonjëherë i nderuar i vëlla, ose kërkohet nga le që vërtet t'u japim, të inkurajojmë tjerët që të punojnë dhe të mundohen në maksimumin të japim që vetë ta praktikojmë Islamin, dhe tjerëve të tregojmë në praktikë se kjo është muslimani, e kur dëshohen musliman dhe Kur'an të gjallë mbi tokë, pra çdo besimtar dhe musliman që e praktikon Islamin me zemër dhe është i sjellshëm në jetën e përditshme, kjo është ajo që do të ndikojë tek tjerët që të pranojnë Islamin. Sa do ndonjëherë që ne folim se është Islami i mirë dhe unë jam i mirë dhe kështu me radhë, ama nëse në praktikë je person i dështuar në dunja, në praktikë je njëri që vërtet nuk matën farfolën, atër sa do që folën fjalë, sa do që i thua rreth fjallit dhe kështu me radhë, nëse në praktikë nuk je Islam i gjallë që hecën mbi tokë, që je prezent në atë familje ose në atë shoqëri, atër fjalët tuaja janë të kota, për arsye se ke shumë fjalë pak vetë. Ki tha një fjalë që është e rëndësishme ta mbaj mend, sa hafiz i keq do të isha nëse do të humbej kjo luftë e unë jam prezent në mesin e tij. Nëse e përkthejmë këtë fjalë mund të themi sa musliman i keq, sa baba i keq do të isha nëse në familjen time nuk falen 5 vakte namaz. Sa baba i keq do të isha nëse vërtet lakuritësia është prezent në familjen time. Sa djali i keq do të isha nëse vërtet nuk tregoj se kjo është Islami me sjelljen time në Kur'an. Hasan el-Basriu thot, Islami do të vije përpara njerëzve, duke u thënë se o Zot, ky njeri më trahtoi, edhe ky njeri më ndihmoi, dhe Islami do të shembollohet në formë të njeriu, duke ecur, atë fjalë të Hasan el-Basriu, duke qarkulluar mes njerëzve në ditën e Kiametit. Dhe do të thosë se o Zot, ky njeri më përkrau, ky njeri veproi këtë dhe çat derisa të vijë ke Omeri radiallahu anhu. Dhe do të thosë se o Zot, ky njeri do të kapë dorën, do të ngrejë lart Omeri radiallahu anhu dorën, duke thënë se o Zot i madh, isha i panjohur dhe i huaj në vendin më të vlefshëm pra në Mekë, por përmes këtij Islami u bo fe e njohur dhe nuk isha i huaj në Mekë. Për arsye se ky njeri
në momentin që u bo musliman, filloi të proklamoje, filloi të përhapje Islami dhe filloi vërtet Islami si fe mos praktikohet fshehurazi, por praktikohet haptazi. Omeri radiallahu anhu të nderuar vëllezër, një insert nga jeta e tij do ta tregoj. Kur pranoi Islamin dhe tha oj dërguari i Allahut, o Muhammed alayhi salam, tha a jemi ne në hak? Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha po. Pala tjetër në Kurejshët, politeistat, a janë në dalalet? Tha po. Tha të çfarë presim ne? Pse rinë të shtangët në këtë vend, në këtë shtëpi? Omeri radiallahu anhu, pejgamberi alayhi salam i tha, por çfarë të bëjmë Omer? Atëherë tha Omeri radiallahu anhu, tha të shpërndahemi në Mekë, të proklamojmë Islamin, të tregojmë se deri tash Islami ka qenë fshehurazi, praktikuar, por prej sot do të përhapet, do të paraqitet haptazi. Dhe u bën direkt të nderuar vëllezër, në krye të rreshtit parë ishte Hamza radiallahu anhu, në krye të rreshtit dytë ishte Omeri radiallahu anhu, dhe në mes të direshtë ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili thonte Allahu akbar, Allahu akbar, Zoti është më i madh. Sot kërkohet për nesh që të flasim të afërm tonë mbi vlerën e Islamit. Kërkohet për njerëzve të cilët janë në punës në institucione të ndryshme të tregojnë tjerëve mbi madhështinë e Islamit, mbi fenë e Allahut dhe beshamit. Dhe në momentin e parë që njeriu vërtet fillon të praktikojë Islamin, ai duhet të tregojë suksese më të mëdha për dallim nga ditët e parshme që nuk ka qenë i përkushtuar në Islam. Pra e para që kërkohet nga ne të nderuar vëllezër është që vërtet ta ndjejmë Islamin në zemrën tonë. E dita që kërkohet nga ne është që vërtet të jemi të moralshëm, të sjellshëm, për arsye se sjellja e një personi, sjellja e keqe e një personi do ndikon 1000 herë më tepër se sa fjalët e 1000 vetëve. Nëse ke sjellje të keqe ke një person. Sjellja ka rëndësi të posaçme, prandaj ke thonë shumë njerëz dhe shumë muslimanë. Unë nuk di të flas shumë për Islamin, por flet sjellja ime e mirë, se kjo është feja e Allahut. Dhe e treta që duhet ta kemi parasysh është vërtet t'i duam njerëzit, e jo t'i mallkojmë. E jo të themi se s'ka hajër të ti populli. E jo çdo herë të vlerësojmë popullin për arsye se populli në përgjithësi dhe populli jonë është i mirë, por ja që ka nevojë të përmirësohen në disa aspekte, ja që ka nevojë të përjetojmë shkencën si ka atje, ja që ka nevojë të punojmë pak më tepër, ja që ka nevojë të përjetojmë Islamin se vërtet është fe madhështore dhe feja Allahut xhaleshanu. Dhe për këtë Islam donjëherë ka nevojë të japim edhe jetën tonë. Të nderuar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wasalam në sajat e saj çdo herë mundohej që ta proklamojë Islam, ta përhapë Islam, ta çojë në vend fenë Allahut xhaleshanu. Saqë Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk zgjidhte metodë dhe vend përveç se shkonte në atë vend dhe e përhapte Islamin. Dhe mundohej t'u tregojë se kjo është feja Allahut xhaleshanu. Ju e dini se çifutët janë njerëzit më antipatik ndaj Islamit. Kanë qenë dhe janë më antipatik ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam. Por Muhamedi alayhi salatu wassalam edhe ki popull çdo herë shkonte dhe i bante davet për të pranuar Islamin. E dini rastin. Muhamedi alayhi salatu wasalam mori vetë një fëmijë nga çifutët. Anste në agoninë e vdekjes në momentin e fundit të jetës, dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam shkoi ta vizitojë me buzëqeshje me fjalë të ëmbla. Dhe pasi që i dha selam, pasi që u vjetën se si ka hallën, dhe pasi që i dëshiroi suksese familjes së tij, dhe përderi se e pa se fëmiu e jep shpirtin tek Allahu xhaleshanu, tha o fëmijë, thua la ilaha illallah. Këtë të shkotojsh nga zjarri i xhenetit. E pa fëmiu babain e vet dhe kërkoi nga babai i vet të japë shenjë ta thosë këtë fjalë. Pra ta shqiptojë fjalën la ilaha illallah. Baba i tha, e ti Ebel Qasim, nderoje dëgjoje fjalën e Muhamedit alayhi salatu wasallam o bini. Njëri kundërshtar i Islamit, por sjellja e Muhamedit alayhi salatu wasallam
kishte depërtuar fejën në zemrën e tij. Sjellja e tij tregonte se vërtet Islami është fe e pranuar tek Allahu xhaleshanu. Dhe fëmiu e shqiptoi shahadetin dhe vdiq. Atëherë Muhamedi alayhi salatu wassalam tha: "I falenderojmë Allahu xhaleshanu që e shpëtoi fëmiun në përmes dorëve të mia nga zjarri i xhenemit." Ajo që duhet të përkujtoj të ndërruar vëllezër është një fjalë. Nëse nuk je person që i thirrën tjerëzit në Islam, atëherë në çdo vend, qoftë në familje, qoftë në kafene ose në vende të tjera, nëse e sheh një person që folën një fjalë islame, që i thot shokit vet, je të falim namaz, që i këshillon shokin e vet për shkencë, për dije dhe për fe, atëherë të bëj bie në Zotin xhaleshanu, çka fjalë mbaj. Mos i thuaj atij njeriu se kur u bën e hoxh do vllai të tregon ders. Jo vallahi nuk ban këtë fjalë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Belligu anni walau ayah." Përhapja nga une, makar edhe një fjalë, dhe mos e mbani në zemrat tuaja. Mos e mbani të memorizuar në trupin tënd. Edhe pse mund të ofendohesh nga tjerët, por përhape këtë gjë, se kjo është urdhri i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra, këshilla ime e fundit edhe njerë të xhamatin nderuar, nëse nuk dim të thirrim tjerëzit në Islam, nëse nuk dim të folim atë të bëjmë një sevap tjetër, njerëzit të cilët folin për Islam, mos i ndërpret apo përhapin fenë e Allahut. Qoftë haxhi, qoftë person që ka dëgjuar diçka nga hoxha ose nga interneti dhe kështu me radhë, nga YouTube-ja dhe kështu me radhë, atëherë të mundona të përhapin, por ti edhe unë mos bëhena sebeb që Islami mos të përhapet duke e përqeshur tjetrin, për arsye se Islami nuk është vetëm i hoxhallar. Nëse ne nuk e kemi ndjenjen e njëjtë që Islami të përhapet, të praktikohet ke shokët tonë, ke familja jonë, atëherë me këtë ndjenjë të nderuar vëllezër, ne do të shkojmë shumë lart dhe do të jemi njerëz të nënshmuar si në këtë dunja dhe në dunjan tjetër. Pra lusë Allahu xhaleshanu që inshallah dala Islami zemrat tona të rahin për këtë temë vështore. Lusë Zotin xhaleshanu që të jemi besimtarë të sinqertë me sjelljet tona, me fjalët tona, me punët tona të mira, të i thirrim edhe tjerët në Islam dhe në këtë mënyrë të fitojmë kënaqësinë e Allahut. Dhe përderisa të fitojmë kënaqësinë e Allahut, kemi fituar edhe جنة الفردوس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والحمد لله رب العالمين.